Në një kohë kur fjala po e humbe dhe peshën e saj dhe mendimi shpesh zaventsohet nga zhurma, ka ende njerëz që zgjedhin të ndalen, të reflektojnë dhe të flasin me thellësi. Tingujt e kozmosit është libri i fundit, por jo vetëm libër. Është një udhëtim i brendshëm, një përballje me veten dhe një thirrje për të menduar krejt ndryshe. Autori i saj, një profesionist i mjekësisë që zgjedh të flasë edhe për shpirtin, vjen sot në studion tonë për të na treguar pse pikërisht i erdhi ideja ta shkruan këtë libër dhe ky libër është një libër që mendimi aty nuk vërtet por thellohet. Kemi Sabri Azirin. Përshëndetje Sabri. Përshëndetje. Këtë herë në profil ndryshe të kemi në studio, të flasim edhe për librin të parë, po sigurisht jo të fundit. Pa tjetër se nuk do t'jeti i fundit, sepse kjo është vetëm një fillim, Po. vazhdojmë më tutje. Pse kozmosi? Çfarë përfaqëson për ty kozmosi? Kosmosi, sepse unë mendoj se në çdo njeri në secilin prej neve ka një kosmos i cili në kohë të caktuara aktivizohet dhe fillon të funksionon dhe mendoj se prej neve më varet se kur do të aktivizojmë dhe sa është i gjerë dhe sa është i madh. Zakonisht ne jemi njerëz dhe zakonisht kërkojmë diçka jashtë vetes, kështu që unë mendoj se e mira fillimisht fillon prej vetes. Është ajo paqja me veten, ajo biseda me veten, është e mira me veten, krijimi i gjithçkaja mendoj se fillon prej shpirtit dhe prej brendësisë njeriut. Shumë mirë e tregove se paqja gjithmonë, paqja me veten është hapi i parë i të qenurit, edhe njeri pozitiv, edhe njeri i lumtur, edhe për të pas një jetë sa më të mirë. Ky libër duket si një udhëtim i brendshëm. A kishte një moment specifik që detyroi ta fillosh ta shkruash? Libri është një pjesë e shpirtit tim. Okej. Në librin janë thanje autentike të mia, të cilat janë të ka disa vite që i mbledh, po tash erdhi koha, erdhi momenti që t'i marrë dhe t'i mbledh dhe t'i publikoj. Në librin kam periudha të ndryshme të jetës kur kam hidhrim edhe me veten, edhe me botën, edhe gëzim, edhe buzëqeshje. Por kur kam edhe ndalesa prej më të ndryshmeve, kur kam edhe humbje, kur kam edhe dhimbje, kur kam edhe gëzim, kështu që zakonisht njerëzit flasin për ato pjesë të suksesit ose për ato pjesë të mira të jetës së tyre. Ideja e librit është që shpirti im të shkon dhe ta ketë në dorë secili. Është një prej thanjeve aty, e cila thotë, citoj, vetëm autori mund ta kupton atë lidhjen specifike me njerëzit të cilët asnjëherë nuk do t'i takon, ose nuk i njeh, por të cilët një ditë do ta kenë shpirtin e tij në duar. Në duar. Se unë nuk e di ku do t'u thonë kjo libër dhe nuk e di kush në çfarë periudhe do ta ketë këtë libër, por faktikisht do ta ketë shpirtin tim. Përvoja ime jetësore ka bërë që t'i marrë dhe t'i përmbledh të jenë këto gjitha me një libër dhe do t'jem shumë i lumtur nëse lexuesit do t'a gjejnë veten këtu, do të frymëzohen këtu dhe mendoj se do t'a japin më të mirën prej vetes. Unë për hir të vërtetës vetëm se e hapa librin një fjali që e lexova, një pjesë që e lexova, më preku, kështu që nuk e di për tjerët, po gjithkohësh në njërën pjesë të librit sigurisht që do ta gjejnë, sepse mirë the nuk i ke shkruar vetëm gjërat e mira, po edhe ato momentet e hidhrimit, momentet e pikëllimit e ne në brenda një dite kalojmë në ashtu fortunë emocionesh që herë jemi mirë, herë jemi keq, fati i jetës është i tillë. Një botë shumë racionale mjekësia, nga e cila ti aty punon, edhe ndoshta edhe jetën ja dha mjekësisë. Tani kjo është pjesa e letërsisë. Si po bashkëjeton mes mjekësisë dhe letërsisë? Unë mendoj se ne duhet fëmijët tanë, gjeneratat e reja, duhet t'i mësojmë të shohin mirë, të veprojnë mirë dhe të veprojnë të bashkuar. Mendoj se arti është ajo e cila na bashkon. Ne edhe si popull edhe si Ballkan ndoshta kemi mendime ndryshme që është shumë normale, bindje të ndryshme kështu me radhë, mirë po arti është ajo e cila na bashkon. Unë edhe kolegët e mi kemi për çdo ditë kontakt me pacientët, me njerëzit të cilët kanë nevojë për ndihmë dhe për kujdesje.
edhe disa prej thanjeve të cilat janë në libër janë si burimi bisedës me pacientët. Sepse unë thellë mendoj se 50% ndikon terapia të cilën e përdor pacientit ose ja japim në pacientit dhe 50% është qasja jonë. Sepse në institucione shëndetësore ne atje nuk kemi spa qendra, ne kemi përkujdesje, edhe është detyra jonë dhe është borxhi jonë që pacientët t'i presim me një fjalë të mirë. Kam qenë i angazhuar edhe në kohën e pandemisë, ka qenë një kohë shumë e randë, edhe kam qenë koordinatori Covid qendrave dhe bisedën... Po gjë e vështirë. Ka qenë kohë shumë e vështirë. Edhe bisedat me pacientët, takimi i parë ishte bizotron të frikë shumë e madhe. Edhe çdo herë fillojsha me atë fjalin rrini të qetë, gjithë stafi është në dispozicion për ju, ju s'keni nevojë të merakoseni se ne jemi këtu, po vetëm pak do t'jetë mira, do t'jetë keq, është ajo momenti, sepse jemi për kujdes edhe për hapësirat, kemi filluar edhe një donacion me disa klinika në qendrën klinike universitare, jemi për kujdes edhe për hapësirat ku qëndrojnë pacientët, korridoret dhe dhomat ku qëndrojnë, t'i marrim që t'i zbukurojmë për atë thash arti. Momentin kur i kemi marrur t'i vendojmë në mur pikturat, një prej pacientëve pyet, thot, e kujt është ideja me këta piktura? Edhe zakonisht preferoj të them e jona e përbashkët. Edhe tha, po ja u citoj, tha, unë 5 ditë me radhë nga 5 kënde të ndryshme në vetëm një pikturë do të analizoj. Se deri dje kam pa vetëm murin e bardhë. Edhe ajo është në ngjyrë monotone të cilët pacientët ju ndikon në disponim dhe ju ndikon në normal edhe në shëndetjen e tyre. Kujdesemi për çdo ditë për pacientët, ka shumë thanje këtu, të cilët janë si burim i frymëzimit ose bisedave me pacientët. Unë kam dëshirë të kemi kontakt për çdo ditë me pacientët, për çdo ditë i vizitoj se ata kanë nevojë për një fjalë të mirë. Fjala mirë unë mendoj se shëron, edhe fjala më e mirë se fjala të dua është fjala këtu jam për ty. Edhe tash kur i thua një pacienti i cili ka nevojë për ndihmë dhe për kujdese, këtu është stafi për ty, mendoj se ajo ndikon shumë. Pikërisht këtë doja të të pyes pasi që po flasim për shpirtin dhe shpirtëroren, e the pak më herët se terapia luan një rol, 50% rol tek pacienti. Po a luan rol edhe mënyra se si trajtohen, apo ja, një fjalë mirë, ndoshta ndonjëherë njerëzit e sëmur kanë vetëm të nevojë të dëgjojnë fjalët sa më pozitive, dhe ajo edhe disponimin ua bën. Normalisht se po. Pacientët zakonisht kur vinë të ne është ajo faza kur është keqësuar gjendja shëndetësore, kush më shumë dhe kush më pak. Neve si njerëz kur nuk kemi dhimbje, i kemi 1 milion probleme. Mira ma, kur e kemi një dhimbje, e kemi vetëm një problem. Të bëhemi më mirë. Të bëhemi më mirë. Edhe ne kujdesemi për çdo ditë që unë e preferoj për çdo ditë, kur mbaron ajo vizitat e reparti prej ku vi unë, për çdo ditë shkoj edhe i vizitoj dhe për çdo ditë bisedoj me ata. E kemi një praktik tash që ndoshta nuk e di ashtë në tjerat reparte. Te reparti jonë ne ju ofrojmë edhe kafe edhe çaj, që ndoshta ndonjëherë kemi komente prej pacientëve, po mos është ndonjë kamerë fshehur se nuk janë të mësuar ashtu. Nuk është mësuar askush. Po duhet t'i trajtojmë se e keni parasysh dikuj mund t'i ndodhë ke ndonjë aksident e kështu me radhë, të ketë problem me dorë, me këmbë e kështu me radhë, mund t'ju vendojnë dorë të plastikës ose të metalit, po shpirtin nuk ndryshohet. Edhe zakonisht me pacientët kur bisedojmë, ju them është shumë me rëndësi në jetë ta dini se çka duhet të hani, çka duhet me ngranë, çka duhet të hani, çka nuk duhet të hani, po më e rëndësishme është se çka ju han juve. Momentin... Nuk e prita. Momentin kur e dim se çka ju han prej brenda juve, atëherë është shumë më lehtë. Se zbulojmë burimin e problemit. Nuk zgjidhim vetëm problemin, po burimin e problemit. E parandalojmë atë. Kur e dim në sakt burimin e problemit, atëherë shumë më lehtë
edhe terapia ndikon edhe gjithë shka shkon si duhet. A e ke më të vështirë të përballesh me pacientë të cilët janë duke kaluar momente shumë sfiduese dhe të rënda, apo të shkruash në letër? Punën të cilën unë e punoj është punë të cilën e dua. Është një thanje në libër, prap do ta citoj. Thotë kështu, po e citoj, kur profesionin e keni vizion, atëherë keni mision të përfunduar. Unë këtë punë e dua edhe është punë që më plotëson, thjesht e dua. Zakonisht ka dy lloj të njerëzve të cilët punojnë nëpër institucione. Njerëzit të cilët e duan profesionin, ata asnjëherë nuk mendoj se asnjëherë nuk ndjejnë lodhësi, sepse ndjejnë kënaqësi dhe krenari që punojnë punën që duan. Dhe njerëzit të cilët nuk e duan profesionin ose vendin e punës, ata për çdo herë janë të lodhur, edhe çdo herë kanë disa kërkesa të cilat ndoshta nuk janë kritika, pa kënaqësi e kështu me radhë. Kështu që thanjet më ka ndodhur edhe në 4 ora në mëngjes të zgjohem, të është inspirimi dhe marr me njerë të shkruaj. Edhe nuk ka ndonjë orar, po koha prej kohës, momenti prej momentit vjen ai frymëzimi edhe shkruaj. A ke pasur frikë nga ekspozimi emocional kur e shkrove librin? Është normale të kesh frikë, kam pas dikun 170 veta të ftuar, kanë qenë prezent, edhe mendoj se kemi kaluar mirë, jemi për kujdes që çdo detaj tjetë ashtu si duhet. Kemi marrë edhe komplimentet mira edhe për organizimin, edhe për eventin, edhe për gjitha. Është normale që të kesh pak ndoshta emocione, se kjo është diçka që ndodh herën e parë. Unë nuk kam problem me daljen publike, mirë po kur është një event i cili ndodh për herë të parë, është shumë normale të kesh pak emocione, po gjithsesi kemi kaluar mirë. Tash koha është shumë e shpejt, gjithçka kalon shumë shpejt, është vetëm sipërfaqësore, edhe ato momentet e bukura i kemi shumë sipërfaqësore. Ndoshta i kemi vetëm për jetën sociale dhe i harrojmë se jetojmë ashtu. Pse zgjodhet një stil kaq reflektiv, kaq thellë, kaq emocional, i cili në çdo flet tani ti e duke u përgjigjur në çdo fletushke kaloj dhe them në fund me cilën ta përmbyll, në çdo flet e gjej ja me këtë kam arritur deri ka mesi, më. Unë mendoj se më së miri shëron ai i cili ka qenë më së shumti i lënduar. Edhe nëse kam qenë unë i lënduar ose dikush tjetër, zakonisht ne përzgjedhim që atë pjesën e errët të them ose atë pjesën problematike të jetës tonë mos ta ndajmë dhe shpërndajmë me të tjerët. Mos t'i ndajmë dhe mos t'i shpërndajmë përvojat. Ideja ime ka qenë se vetëm veprat jetojnë përgjithmonë, edhe duhet krijohen vepra që të jetojnë dhe të shërbejnë njerëzit. Vi nga një institucion ku ka të bëj me humanitet, me humanizëm, edhe ideja ka qenë që përvojën time, qoftë ajo më e mira, ose qoftë ajo më e keqe, ose sfidat të cilat unë i kam kalu, ti marrë t'i shkruaj që njerëzit të frymëzohen. Ideja nuk është e librit që unë t'i ndryshoj njerëzit. Ideja e librit është ata ta marrin, ta lexojnë, nëse e gjejnë vetveten, te ata të nxiten një ndryshim. Atëherë kemi arrit diçka. Sepse në momente të caktuara ne kur kemi nevojë për ndonjë ndihmë, kemi miq ose familjar të cilët këtu do të jenë prezent për neve, po bash sekondën kur na duhet, ndoshta nuk janë këtu për një X arsye. Ajo është sekonda. Nuk mundemi t'i thrasim se është ajo sekondë shumë mirë atë. Ajo është sekonda kur ne bijem. Kështu që ne duhet të mësojmë t'i ndihmojmë vetvetes. Mendoj se njerëzit kanë problem se kanë pritshmëri shumë të mëdha. Zakonisht pritshmëritë e mëdha sjellin dëshpërim edhe më të madh. Duhet të mësohemi të bisedojmë me veten, të krijojmë, se ne nuk e kemi, po ta krijojmë rahatinë shpirtërore dhe të përkujdesim dhe ta përgdhelim për çdo ditë. Sepse nëse unë kam rahati shpirtërore, unë me asnjë njeri nuk kam problem. Por nëse unë nuk jam i qetë, me gjithë botën kam problem. Me urrej vetëm, po pastaj edhe të tjerët. Gjatë promovimit e përmendet se kishte edhe mjaft njerëz të ftuar, u pa një standard shumë i lartë i organizimit. Sa është e rëndësishme forma për krah përmbajtjes së organizimit? Unë preferoj dhe dua diçka në jetë që
që kryoj, ose ndonjë vepër që bëj, ose ndonjë hap që bëj, parimi është ose e bën si duhet, ose nuk e bën fare. Kështu që jemi përkujdesur që të duket fillimisht vendi, mendoj se vendi është ku është mbajt promovimi, është adekuat për evente të tilla. Jemi kujdes për çdo detaj, ka pas pjesë me muzikë klasike, e cila na ka shoqëruar gjatë gjithë kohës. Hapjen e kemi bërë me një pjesë të Vivaldit, që është pranvera, se është koha e pranverës, kështu që çdo detaj e kemi menduar, edhe mendoj se është shumë e rëndësishme ajo përshtypja e parë. Ose bën diçka me zemër dhe me shpirt, ose nuk e bën fare. Ajo që na bën përshtypje edhe ja edhe në sfond shkon në libri dhe e shohim që është në 2 gjuhë. Po. Fillimisht të përgëzoj për këtë iniciativë, sepse është punë më e madhe, shkaku duhet të përkthehet gjithçka, ta gjesh atë kuptimin adekuat, po pse pikërisht në një libër që të 2 gjuhët? Unë preferoj dhe dua që nëse marr ndonjë hap ose bëj diçka për botën, për njerëzimin, për universin, për kosmosin, të jetë diçka unikate. Është në 2 gjuhë se ne jemi 2 popull të cilët jetojmë këtu, edhe jemi dëshmitar se për çdo ditë ne kemi ndarësi prej më të ndryshmeve, po në fund të ditës ne jemi njerëz. Edhe tash libri është në 2 gjuhë, sepse mund ta marrin edhe maqedonësit ta marrin ta lexojnë, që kanë interes, ata kanë shumë më lehtë thanjen e cila është e shkruar në maqedonisht, ta marrin edhe ta lexojnë në shqip, dhe anasjelltas ata shqiptarët e cilët nuk e dinë sakt për kthimin, mos mundohen që ndoshta kjo të jetë një frymëzim që ta mësojnë gjuhën edhe ta përsosin edhe më shumë. Në një mënyrë apo tjetër i kemi aty. Po, i kemi aty, janë prezent, edhe kam mundur ta marr ta baj vetëm maqedonisht edhe vetëm shqip, po mesazhi është se ne mund ndoshta të kemi mendime të ndryshme, mirë po ne problemet i kemi të njëjta, hallet i kemi të njëjta, edhe hajde të bëjmë diçka që na bashkon. Kjo është arti na bashkon, letërsia na bashkon, kultura na bashkon. Kjo është arsyeja pse është kështu. Cilat ishin komentet nga kolegët të cilët ishin edhe prezente, të cilët e kanë marrë librin në dorë? Komente ka pas prej më të ndryshmeve. Ke pas kritika? Kam pas edhe kritika pak, po është mirë të ketë kritika, sepse kritika e mirëfillt, unë mendoj se duhet ketë kritika, kur ka kritika sidomos të mirëfillta, unë për vete i marr si okej, diçka nuk është në rregull, të mirët edhe të analizohet, jo tash t'i dhrovemi se dikush nuk ka kritiku. Ka pas komente se me shumicën e njerëzve njihem, ata janë profesor të shquar, janë mjek të shquar, kolegë, miq e kështu me radhë, edhe komentet kanë qenë se ne pritshmi kështu, po jo bashkë kështu. Jo bashkë kështu. Edhe kemi kaluar shumë mirë, ka pas komente shumë pozitive, kanë kaluar shumë mirë, që është me rëndësi kanë ardhur të gjithë në kohë, kështu ai pjesa e protokollit. E kemi ne atë pjesën ku punojmë, nuk e pas ke pas. Ka që jo se kemi pas atë problem, ka qenë gjithçka mirë, gjithçka, mendoj gjithçka perfekt, mendoj se të gjithë kanë qenë të kënaqur. Nuk e diskutu, të pyeta gjithçka, po jo sa kohë të duhesh të ta shkruash. Ti përmbledhësh në fakt të gjithë këto. Këto thanje unë i ka me siguri dikun rreth 10 viteve që i shkruaj, por të gjitha i kam pas të publikuar në Facebook. E mendoj në fillim që do e shkruash librin, apo vetëm ashtu në fillim shkruaje? Në fillim vetëm shkruaja, i shkruaj në Facebook me vetë faktin që mos t'i humb dikun, dhe Facebook do t'i ruaj. Ne i kujton, po, shpejt. Po, edhe si që kalojshin vitet, normal Facebooku t'i kujton ato thanjet. Edhe kjo duhet të bëhet para pandemisë. Atëherë ishte koha kur doja, ndodhi pandemia, pastaj mbaroi pandemia, po një situatë tjetër, po një tjetër, edhe në jetë kur nuk ndodh ajo që duam, ndodh ajo që duhet. Edhe mendoj se erdhi tash koha,
gjithsej më janë dashur 4 muaj që ti marrë të nxjerr në Facebook, një nga një ti kontrolloj shqip maqedonisht e kështu me radhë. Kështu që rreth 4 muaj më janë dashur që ti marrë ta rrumbullaksosh dhe ta kompletosh. Tërkohën flasim për kuptimin e vetes, kuptimin në përgjithësi. E ka gjetur Sabriu kuptimin, apo është në përgjigje, në kërkim të përgjigjes ende? Sabriu e ka gjetë kuptimin e jetës, Sabriu e ka gjetë kuptimin e jetës edhe vetes. Unë kam disa teorit mijat, po një ose disa, nuk e disa në lejon koha. Kështu thotë, njerëzit të cilët ju rrethojnë, edhe të cilët bëjnë në një mënyrë ose në tjetër mënyrë, t'ja u prishin ditën, disponimin, buzëqeshjen, të nxisin te ju urrëtie ose stres dhe nervoz, ju kanë mundur 1-0. Imagjinoni, për çdo ditë dikush t'ju mund 1-0, 30-0, apo edhe kur vjen fundi muajit ose kur kalon muaji, ju keni apo kam problem se kam një stres, një nervoz të cilin unë nuk e di prej ku buron. Po. Kështu që duhet të krijohet ajo paqja me vetveten, duhet për ta kriju paqen me vetveten, duhet të kalojnë shumë vite, shumë muaj, që të fillojmë në jetë ti vlerësojmë sekondat e jetës. Keni parasysh në jetë ndoshta mund të kthejmë gjithçka përveç kohës. Kështu që dhurata më e mirë të cilën mund dikush një personi tjetër t'ja jep, është koha. Unë e marrë dhe spjegoj shpesh në debat me njerëz, me kolege, më shumë radhë. Jeta jonë është një shishe me ujë. Unë kështu e spjegoj. Kjo është autentike, është e imja. Jeta jonë është një shishe me ujë. Nuk e dim në sa jetojmë, apo? E tash, te unë me 10 prill i mbusha 44 vite. Urime. Faleminderit, faleminderit. Gjysma e shishës të unë është harxhuar. Është harxhuar pa e vlerësuar unë shumë. Se je fëmijë, nuk din, apo atë ujin e harxhon e hedh këtu, e hedh atje, dikush e merr, luan, nuk ja din vlerën. Gjysma tjetër që ka mbetë, kujdesem shumë se si do të harxhoj. Çdo pikë e ujit se si do harxhohet. Çdo pikë e ujit, po, sepse është me rëndësi ne se sa do të jetojmë, po njëkohësisht është me rëndësi se si do të jetojmë. Po. Jeta është një rrugtim dhe është pikërisht ky libër fillimi i një rrugtimi më të gjatë, ashtu siç e tham në fillim që nuk do ndalohesh këtu. Unë vetëm tash kam filluar i kam dikun 10 thanje tjera, të cilat dua ti. Kjo është vetëm një fillim për mua, po. Patjetër se do të vazhdoj. Ajo komunikimi me njerëzit, mysafir që ishin atje, komente që i ka marrë, telefonata që i ka marrë, mbështetjen që i ka marrë, më ka dhanë kështu një dritje shile që të vazhdoj më tutje. Dhe mos të ndalesh. Po, mos të ndalem. Tërkohën flisnim se si arti mund të ndikon në shoqëri. Arti a mund të ndryshon një shoqëri apo të reflektoj vetëm mbi të? Unë mendoj se arti mund të ndryshoj një shoqëri. Unë mendoj se arti mund të bashkoj një shoqëri. Ne kemi organizuar në klinikën e pulmologjisë dhe në gastroklinikën donacion të pikturave. Njëkohësisht nuk e dija e patë se edhe te eventi kishte piktura. Te videoja që e pam. Edhe aty janë autor ose piktor, edhe shqiptar, edhe maqedon, të cilët janë bashkuar rreth një ideje, si të bëjmë ambientin më të mirë për pacientët tanë. Sepse në fund të ditës të gjithë ne jemi pacient dikun potencial. Kush më herët, kush më vonë. Kështu që unë mendoj se po të kultivonim ne më shumë art, më shumë muzikë, më shumë sport, shumë më pak do të mireshim me politikë. Kjo është bindja ime. Fatmirësisht, apo fatkeqësisht. Çka do doje ti që lexuesi të ndjej pasi ta mbyll librin? Unë do doja lexuesi të ndjej frymëzim, ta gjej vetveten, edhe nëse ndjen frymëzim, të fillon të mendon ndryshe dhe të fillon të reflekton dhe ta përcjell atë energji ose atë frymëzim të tjerët.
A mendon se kjo përfund se lexuesit shqiptar janë gati për një lexim më introspektiv, kështu me mesazhe, e se ne jemi mësuar ato romanet, ato. Unë punën time e kam bërë, kështu që ja u la lexuesve ata ta marrin edhe ato. Nuk e di, sinqerisht nuk e di, por në librin ka hapësirë, unë mendoj se nën diellin ka dritë për të gjithë. E vërtet. Kështu që le ta marrin, le ta lexojnë, le ta gjejnë veten. Patjetër. Unë do e përmbyll se ta thash edhe në fillim, në çdo fletë gjej nga një thënie të mirë, po kjo më duket se është më e mira, me këtë dua ta përmbyll edhe emisionin. Ai që ndjen dhimbjen e vet është i gjallë, ai që ndjen dhimbjen e tjetrit është më shumë se një njeri i vërtetë.